Në vitin 2019, para se të fillonin këto konflikte dhe të amplifikoheshin kaq shumë, dhe para se të fillonte edhe Covidi, dhe Covidi është gjithashtu një luftë, që ta kuptojmë është një armë kimike, për cilën janë prononcuar edhe gjatë asaj kohe kur ishim në karantinë, e bërë për të shkatruar ekonominë kineze, në gjykimin tim. Tani, në vitin 2019, ndodhi që më ranë duar në një burim online një dokument i NATO-s. Pra ishte plani i NATO-s, dhe kur themi NATO më thamë është 80% është Amerika. I vitit 2019, ku ata kishin shkruar pikërisht që këto janë shtetet që ne duhet t'i luftojmë dhe nuk do t'i lëmë që ata të progresojnë, pra të zhvillohen pra. Dhe ishte aty Rusia me Iranin, e më thash, po kryesorja ishte Kina. Dhe pse po e them gjithë të, dhe po e bëj këtë hyrje për të dalë te Kina në mënyrë që të kuptojmë dhe Iranin, është sepse gjitha parashikimet dhe trendi ekonomik tregon që Kina për 5 deri në 10 vite nga sot që po flasim, do jetë superfuqia ekonomike botërore. Dhe do thot dikush, po çfarë të keqe ka? Dhe patjetër që nuk ka të keqe, sepse njeriu ecën, si thua, kërkon më të mirën, apo jo. Por çështja është, historia na tregon, dhe këtu marr shkas nga një profesor i nderuar italian që s'po më vjen emri ndërmend tani, ai ka zhvilluar një tezë fantastike në lidhje me studimin e hegemonive. Pra hegemonit, pra ata që nuk e kuptojnë termin hegemoni, do të thotë shteti ose klasa dominuese botërore në botë. Dhe sot hegemonia sotme është Amerika, pra shteti amerikan. Hegemonia e kaluar ka qenë perandoria britanike, pra Commonwealthi, nga ku është prodhuar më pas dhe Amerika kryesisht. Para anglis ka qenë perandoria spanjolle, portugeze ca kohë. Pastaj njohim dhe raste deri diku si perandorin turke, pra osmane, po deri diku domethënë, se s'ka qenë asnjëherë hegemoni. Para saj e kemi përmendur disa herë perandorin romake, e të tjera perandori me radhë për të kuptuar, për shembull Egjipti deri tek Babilonia e kështu me radhë. Dhe ç'a ndodh? Në analiza e këtij profesorit, ai jep të disa faza se si këto perandori zhvillohen, pra nisin, rriten, zgjerohen, dominojnë pasaj sistemin botror ekonomikisht dhe ushtarakisht, dhe pasaj fillojnë degradojnë dhe bien, pra shuhen. Dhe me ata analizë që jep dhe ky profesori, tani unë nuk duhet të thellojmë atje në terma, më the të thash, por ishin disa faza shumë interesante që mund t'i prek shkurtimisht. Së pari, kur një perandori rritet gjithmonë në sajt të tregtisë. Dhe po të shikojmë të gjitha këto shtete që përmendëm, gjeografike, janë shtete detare. Pra duke qenë detare, duke pasur anijet, lundrimin e me radhë, këto kanë mundësuar që të bëjnë tregti midis kontinenteve, midis njëra tjetrës. Pra po të marrim për shembull më të fundit. Pra Anglia gjithmonë flotën ka pasur si pikën e saj më të fortë. Dhe duke qenë shtet që ka lundruar, ka shkuar sa në Indi, sa në Kinë, andej këndej, duke bërë tregti, duke shkëmbyer mallra, por ama duke zhvilluar edhe industrinë ose tregtinë e skleverëve, që e dim, që ka ekzistuar për një kohë të gjatë, vazhdon ekziston dhe sot, por në forma të tjera. Në qoftë se atëherë ishin si krapune, sot është më tepër te prostitucioni e të tjera gjëra, po që nuk po ndalemi aty. Çfarë mund të themi te kjo pikë është që duke ndërvepruar me shtete të ndryshme, por edhe duke pasur flotën si avantazh dhe më pas zhvillimin ushtarak, këto hegemoni kanë filluar pasaj sa te tregtia e skleverëve dhe te pushtimi i këtyre tokave të tjera. Pra, në terma të thjesht, popullsitë që ndahen në botë janë popullsitë toksore dhe detare. Dhe kush ka qenë popullsi detare gjithmonë është bërë hegemoni, sepse ka pasur mundësi edhe të lëvizi më shpejt dhe kudo, edhe të bëj tregti më shpejt dhe kudo, po edhe të pushtoj më shpejt dhe kudo. Dhe ç'a ndodh? Nga perandoria angleze, pra tham del perandoria sot me hegemonia amerikane, që është prodhim po i anglezëve, skocezëve, irlandezëve dhe europianëve që kanë lundruar dhe shkuan tek ajo tokë ku ndodhen sot, ku kanë qenë në fillim popullsi primitive, autoktone, si ato që ne i quajmë si indianët e Amerikës, po që në fakt nuk janë indian fare, po që i doli emri nga Kristofor Kolombi, sa i donte shkonte në Indi dhe ndroi rrugë dhe pa dashje vajti andej dhe i quajti indian. Gjithsesi, këto janë çështje thjesht kështu arkaike historike, por ne dimë historinë pasaj, të gjithë këto koloni, domethënë, kolonizuan atë tokën ku është sot Amerika, bën një shfarosje etnike jo të plot, pra pati një mbetje të vogël të popullsisë lokale, pra të indianëve amerikanë le t'i quajmë,
Por pjesët më të madhe i kolonizuan, pra i pushtuan dhe çfarë bën aty? Shtin në dorë ato truset e pare që quhen, si trusti Morgan ose trusti Rockefeller, Emerald, domethënë, pra shtin në dorë resurset. Pra arin, naftën, bakrin, çdo mineral tjetër. Dhe në pas kjo hegemoni filloi të zgjerohej duke marrë dhe tokat të tjera në jug, që kanë qenë më tepër civilizimit maja, ato që ku ndodhet Meksika e sotme. Për shembull, nëse njohim shtete si Nevada ose të tjera që kanë emra, po ti shikoni tingëllojnë si latine, janë tokat marra nga Amerika Latine, pra nga Meksika. Gjithsesi, kuptojmë një shtet kur ka energji, pra nafta, gazi, gjitha këto, ka floririn, arin, e më the thash, kuptohet të rritet pasaj dhe zhvillohet. Dhe gjatë luftës së dytë botërore, që e prekën pak edhe në serinë e kaluar, kontinenti amerikan, pra shteti amerikan, ka ndihmuar shumë ushtarakisht Europën. Dhe pasaj si rrjedhoi, kanë pasur të shkëmbimet e tjera ku Europa jepte flori, Amerika jepte dollar, po gjithsesi s'po kalojmë te kjo, por mund të përmendim pasaj pra avancimin e Amerikës si hegemoni edhe në vendet arabe, ku duke parë se Europa nuk blinte më flori në këmbim të dollarëve si valutë amerikane, Amerika zgjerohet në tokat arabe, ku i ofron mbrojtje ushtarake në këmbim të naftës, dhe që nafta të kryej, pra tregtia e naftës të kryej në bazë të dollarit. Tani, pse i themi të gjitha këto, domethënë? I themi për të kuptuar pak që një shtet quhet hegemoni kur ai kontrollon pjesën më të madhe të tregtisë botërore. Pra kjo është gjithë çështja. Dhe duke kontrolluar ekonominë botërore në shumicë, kuptohet që ai përcakton dhe trendet dhe ai merr dhe vendimet kryesore politike. Pra në një farë mënyrë bota varet nga ai që dominon, pra na hegemoni në rastin konkret. Dhe po të vëmë re sot, pra ne jetojmë në një sistem që është i dominuar pikërisht nga dollari dhe nga sistemet bankare amerikane, vjet tregtare amerikane e kështu me radhë. Por çfarë ndodh tani? Ndodh që këto shtete teksa forcohen, këto shtete kanë tendencën që punën e rëndomt ta delegojnë në shtete në zhvillim. Pra le të themi punën e krahut, pra fabrikat, uzinat e këto me radhë, domethënë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që duke forcuar shteti amerikan, duke pasur në dorë dhe sistemin bankar, pra Swiftin, naftën, duke eksportuar dollar, le të themi, duke shtypur dollar, fillon rritet niveli i jetesës dhe tendenca është që banorët e brendshëm të shtetit marrin punë më administrative dhe menaxheriale dhe të bazohen më shumë tek punët që lidhen me sistemet bankare, pra me financën. Kurse punën e krahut, siç tham, prodhimin, ta çojnë shtetet e tjera. Dhe një nga këto shtete ku ka pasur interesin më të madh, por edhe potencialin më të madh si shtet, është Kina, sepse ka pasur popullsinë më të madhe botërore. Vinte nga një varfëri, kuptohet për shkaqe ndryshme, po i themi këtu, dhe si rrjedhoi mori, si të thuash, pjesën më të madhe të industrisë perëndimore. Një shtet tjetër i fuqishëm sot që është India, është gjithashtu një tjetër model i tillë, domethënë, kryesisht dominuar nga korporatat britanike, po edhe amerikane, edhe India, pra këtë punë ka bërë, le të themi punë e krahut. Por tani çfarë ndodh? Duke qenë se në shoqëritë hegemone, kthehemi prapë te tezat e profesorit që ka studiuar këto. Merren më shumë me administrim, me punë burokratike dhe me çështje financiare dhe fiskale, ndodh që shumica e prodhimit ikën te këto vendet e tjera. Po çfarë ndodh tani? Bota, ekonomia mbahet me prodhim. Më kuptoni, mbahet me gjëra fizike, me të mira materiale. Pra, thënë ndryshe, ajo paraja, ajo letra nuk ka vlerën e produktit. Produkti është ku është energjia, ku është bujqësia, pra ku janë ushqimet, ku janë frutat, perimet, materialet, pra ku prodhohet. Dhe duke qenë se gjithë prodhimi kalon te këto vendet që dikur ishin të dorës së dytë, fillojnë që këto vende të dorës së dytë të bëhen vende të dorës së parë, pra të rriten. Dhe këto jo vetëm që rritin eksportet, po fillojnë gradualisht të përhapen dhe të dominojnë tregun. Dhe po gradualisht fillojnë dhe të fuqizojnë dhe të diktojnë politikat e tyre të paktën në rang lokal. Dhe tani, duke qenë se kjo ndodhi dhe po ndodh, del dhe ky raporti tani i NATO-s ku thotë që armiku kryesor është Kina dhe duhet luftuar që mos të rritet më. Pse? Do thoni ju. Nuk ka të bëjë fare me ideologjinë, as me faktin që kinezët janë të këqinj apo të tjera kështu me radhë. Pra këto janë pasaj si portretizon media për të krijuar atë gogolin, le të themi, që shumica të mbaj krahun e atij që do godasi gogolin. Pra kjo lidhet që me fillesat e njeriut, që edhe në mitologji, gjithmonë njeriu ka krijuar të tilla stereotipe që të ketë, le të themi, shumicën që ta përkrajë, se ndryshe lufta pasaj nuk ka suportin kolektiv dhe presidenca bie ose qeveria bie dhe
nuk kryet, pra shuhet lufta ende pa nisur. Çështja është që gjithë çështja është tek paraja. Dhe më kohë tani dalim te shkrimi i shenjtë, ku na shkruhet që lakmia për para është rrënja e të gjitha të këqijave. Pra shikoni çfarë thot Bibla. Pra nuk thot që ka disa të këqija dhe midis tyre është dhe lakmia për para. Jo, thot aty ku burojnë të këqijat, pra gjithë të këqijat e njerëzimit, burojnë tek lakmia për para. Pra kemi pemën, kemi disa të këqija aty, luftra, korrupsion, kontraband, trafik, po këto janë vetëm frutat. Shikojmë që e keqja nuk është thjesht kjo pema, ky është rezultati i të keqes. Kurse e keqja ose rrënja të gjitha këtyre të këqijave, frutave të kësaj peme, është në rrënjë dhe rrënja, thot Bibla, është lakmia për para. Lakmia për para. Për ne të krishterët, që e njohim shkrimin e shenjtë, kemi disa shëmbëllime të vetë Jezu Krishtit. Jezusi, kur bënte krahasime, asnjëherë nuk thoshte që zgjidh midis Perëndisë dhe Satanit, ose do të shërbesh Zotit apo djallit. Gjithmonë në shumicën e shembulltyrave të tij, që lidhen me këto krahasime, thot Perëndis apo paras. Pra thot nuk mund t'i shërbeni dot edhe Perëndis edhe paras, sepse ose do duash njërin, do urresh tjetrin, ose do t'jepesh pas njërit dhe do lësh pas dore tjetrin. Dhe paraja simbolizohet me emrin e Mamonit. Pra Mamoni është vetë sistemi i Babilonisë. Sistemi që ka bota pa Zotin. E kemi thënë këtë dhe në videon kaluar dhe në shumë video të tjera. Pra Mamon Babiloni që do të thotë përzierje e gjithë farë soi mësimesh, filozofish, fesh, sistemesh edhe tjera me radhë, domethënë, popujsh, po që në fund i bashkon pikërisht paraja, që do thotë pushteti. Sepse duan pushtetin e kësaj bote. Duan të sundojnë njerëzit e tjerë për të qenë si për tyre. Dhe kjo është natyra mëkatare njerëzore, që të sundoj si për tjetrit, të shkelit tjerë dhe të rritet vetë. Pra, kur thuhet paraja në Bibël, nuk simbolizohet kartë moneda prej letre, apo e moneda metalike, apo kartat bankare, apo ku diun llogarit online. Flitet lakmia për para. Pra njeriu që do të ketë pushtet mbi të tjerët, që do të jetë ai qendra e botës, madje edhe qendra e universit. Ky është vetë personifikimi i Satanit dhe doktrinës satanike, që në kopshin e Edenit, ku vetë Satani gënjen njeriu duke i thënë të vërë në dyshim fjalën e Perëndisë dhe premtimet e tij, dhe të marrë vetë ai rolin e Zotit, të vendosi vetë çfarë është e mirë dhe e keqe për veten e tij. Dhe po shikoni, ky është sistemi i Babilonisë. Vendos ai që ka paran, ai që ka pushtetin, ai dikton që të gjitha. Edhe trendin, dhe modën, dhe ekonominë, dhe rrugët tregtare, e të gjitha gjërat, gjithë modelin. Pra e dikton ai që ka paran, sepse paraja është pushtet. Pra këtu dolëm. Po tani çfarë po ndodh? Paraja po del edhe në duart e këtyre perandorive të vogla. Pra po fuqizojnë edhe ata, dhe Kina pritet që brenda 10 viteve, siç tham, dhe këtë e thon studiues amerikan, nuk e them unë, flas gjithmonë me referenca. Do e kaloj Amerikën. Dhe do jetë superfuqi dominante botërore, pra një hegemon i ri. Dhe ndaj po shohim gjithro luftra dhe trazira e të tjera, sepse jemi pikërisht në fundin e një epoke dhe fillimin e një epoke tjetër. Është një hegemon që po bie na pushteti, jo sepse po forcohet Kina, fare nuk është kjo, po ndodh sepse erdhi koha. Erdhi koha sepse gjitha kalimtare dhe mbi gjithçka, arsyeja që për mua është kryesorja, është sepse ai komb, ose më saktë këto kombe janë pasuruar dhe kanë pasur këtë prosperitet për sa kohë kanë ecur në rrugën e Zotit. Pra Perëndia i ka bekuar, i ka ruajtur, i ka zhvilluar, i ka shumuar, edhe financiarisht dhe materialisht. Dhe këtë e them me fakte, sepse vetë Amerika, për shembull, me kosin Lincolnit, ata mblidheshin në parlament, luteshin dhe hapnin Biblën para se të fillonin seancat. Dhe vetë Lincolni i bën atetat dhe e vran, sepse bëri ligjin kundra ligjit kohës për të liruar sklevrit dhe për ndaluar luftën midis Amerikës së Veriut dhe të Jugut. Amerikës pro britanike dhe asaj që kërkonte pavarësi. Pra Amerika që donte të çlirohej nga hegemoni i kaluar Anglia, dhe Amerikës që donte të qëndronte me hegemonin. Pra kështu ka qenë gjithmonë. Dhe Lincoln e bëri këtë gjë sepse ishte një besimtar i krishterë dhe ai besonte atyre parimeve, që çdo njeri nuk mund të jetë skllav i tjetrit. Janë gjithë të lirë dhe meritojnë të kenë lirinë, është parimi i krishterë liria.
Sikurse dhe paqebërja, siç e tham, lum paqebër si thot Jezusi, sepse ata do quhen bijtë e Perëndisë. Prandaj Lincoln shkoi kundra kushtetutës së vendit vet, gjeti mënyrat për të çliruar këto dy gjëra. Dhe u sakrifikua dhe vetë, e vran për këtë gjë. Po ç'a ndodhi kur Amerika pati paqen të bërë nga Lincolni? Po shikoni, ky ishte pika e kthesës kur Amerika fillon pasurohet. Sepse fillon shoqëria të jetojnë në paqe, të trajtojnë njerëzit me dinjitet, sepse ishin të lirë. Sepse vetëm në liri ka zhvillim. Dhe pasurohet Amerika, pasurohet dhe Europa. Europa ishte një vend më fetar, më besimtar, më i krishterë se Amerika. Madje nga Europa kanë vajtur atje të krishterët, domethënë. Madje edhe në Angli edhe më sot kur zgjidhet kryeministri, lexon nga Ungjilli, nga Bibla. Pse i ruajnë këto gjëra ata? I ruajnë jo vetëm si traditë fetare. I ruajnë sepse Zoti u tregua i mirë me ta dhe i bekoi për sa kohë ata ndiqnin fjalën e Zotit. Por ç'a ndodh pasaj? Ndodhi, sikurse po e shikojmë, sidomos pas luftës së dytë botërore, kur Amerika pati një pasurim më të madh, pasaj kaloi komplet në një, do i quajmë idhujtari në gjuhën biblike, periudha e hipive gjatë viteve 60-70, seks, drog dhe rock and roll. Pra, përsoi një shthurje morale, një shthurje seksuale, fillohen të rinj drogoheshin, kryenin orgji, u prap homoseksualiteti, u prap AIDS-i, pra HIV, SIDA, droga me shumicë, pra gjithë këto gjëra. Aty filloi një tjetër epokë, sepse ç'a ndodh? Filloi që motivimi i ishte mamoni dhe jo vlerat e trashëguara nga parimet biblike që kishin lënë brezat. Dhe duke ndjekur tani mamonin dhe jo Perëndin, siç mëson dhe Krishti, duke shërbyer vetëm mamonit, këtu fillon tani dhe intensifikimi i luftrave. Pra nga ky vit, nga vitet 70, më saktë 60 sa më tej, duke filluar me Vietnamin, duke kaluar në shtetet e tjera, fillon ky shtet vetëm luftë pas lufte, e luftë pas lufte, e luftë pas lufte. Pse do thoni ju? Po sepse duke kaluar në këtë qef të shfrenuar, në këtë liri të shfrenuar, jashtë rrugës së Zotit, filloi vetëm për ça sundo dhe zhvat, pa kufi. Është si një njerëz që ka dalë jashtë kontrollit, i dehur nga marrëzia e suksesit të tij. Dhe po të shikojmë të gjitha çfarë ka ndodhur pastaj, duke filluar në Amerikën Latine, në Afrikë, deri më sot që po flasim, është vetëm luftë për ekzistencën e këtij hegemoni. Dhe përsëris nuk jam tu kundra Amerikës apo kundra amerikanëve, ka miq pafund në Amerikë, njoh dhe njerëz shumë të perëndishëm në Amerikë. Dhe fal Amerikës, misionarëve amerikanë, ne në Shqipëri kemi Ungjillin e Krishtit. Por ama nuk mund t'i themi të zezës së bardhë. Pra është një shoqëri që ka vlera, ka njerëz me vlera, por në shumicën e saj ka dalë në rrugën e Zotit, është thurur, degraduar dhe tani është në luftë për ekzistencë. Shifni vetëm sa është borxhi publik amerikan. Tani nuk e di sa triliard, domethënë, nuk më vjen në mendje se janë shifra pafund. Dhe tani imagjinoni një njeri, sepse që kuptojmë gjërat e vështira, duhet kuptojmë thjeshtat. Supozohet një burr ka ndërtuar jetën e tij në borxhe. Pra ka bler shtëpi në borxhe, pastaj shtëpinë tjetër në plazh, pastaj një shtëpi në mal, pastaj makinë, pastaj makinë e dytë, makinë e tretë, makinë e katërt. Pra, kot po e ilustrojmë domethënë. Pra gjithë to prona, gjithë to gjëra, gjithë to pasuri i ka të gjitha me borxhe. Tani imagjinoni sikur borxhlinë nuk japin më borxh. Dhe i thonë, "Okej, na kthej borxhin që ne të paguajmë, të t'japim borxh tjetër." Tani me si do i paguaj gjithë to prona, biznese, makina, gjithë si do i paguaj? Ky burr do detyrohet, do filloj të merret me krime. Do merret me vjedhje, me grabitje, me vrasje, ku të gjej lekët, me mashtrime. Ku gjej lekët që të paguajë borxhlint. Pra do krijoj skema si të nxjerrë lek. Pra kështu ndodh edhe me hegemonët, dhe nuk po flas tu për Amerikën, kështu ka ndodhur me të gjitha perandoritë. Janë zgjeruar aq shumë ushtarakisht. Pra flas tu për Anglinë, për Spanjën, për Portugalinë, për Romën e lashtë, e për tjera hegemonë që ka pasur bota. Janë zgjeruar aq shumë ushtarakisht, sa që kanë pasur një kontroll në shumicën e botës, kontroll ekonomik dhe kontroll ushtarak. Pra forcën dhe paran, pushtetin dhe paran. Dhe pasaj ka hipur veten në qef, janë larguar nga rruga e Zotit, sepse kanë rënë në rehati, sepse edhe për punë të rëndomta i kanë kaluar tek sklever në shtetet e tjera, siç tham Kina, India dhe të tjera sot. Dhe papritur ata skleverit janë rritur se kanë punuar fort, ndërsa ky shteti tjetër është preokupuar më shumë për të drejtat seksuale të njerëzve. Ka filluar, ka vënë në pikpyetje, Zoti nuk është shkenca, është universi. Familja s'ka pse të jetë, burri mund të bëhet grua, mund të martohen gra me gra, pastaj fëmijët mund edhe të fekondohen, qoftë me këto ndërhyrjet, pra in vitro çfarë janë,
s'ka pse të bashkohet burri me gruan. Do të ngelesh shtatzan, shko në klinik, ngelesh shtatzan. Të doli djalë, fëmia mund ta bësh vajzë, çon në klinik dhe i ndryshojnë gjinin. Pra vendosim ne vet. Më kupton edhe shtetet, po çfarë janë shtetet? Shtetet janë koncept abstrakt. Pse mos kemi qeveri botërore? Pra kështu fillon njeriu degradon dhe harron që gjitha këto kanë një autor, është Perëndia. Ai ka krijuar gjithësinë, ai ka krijuar burrin dhe gruan, ai ka krijuar familjen, ai ka krijuar dhe kombet dhe shtetet. Pra këto na shkruan në Bibël. Pra në librat që mbajnë fjalën e shenjtë. Ka shumë vite që prej Gjenezës, Adamit dhe Evës, deri te Krishti ditët sot, që po jetojmë dikte e kishës. Si mund të dalim kundra Zotit? Po kur njeriu i hypën vetja në qef, dhe prandaj ne shqiptarët kemi atë mos hipt vetja në qef, ai e humb arsyen. Po fillon ta ndijë ai veten si Zoti. Pra kap deliri i madhështisë, bëhet megaloman dhe fillon pasaj do të sundoj botën siç ndodh edhe sot dhe siç ka ndodhur gjithmonë, se nuk po ndodh ndonjë gjë e re. Bibla thot gjithçka është përsëritje e asaj që ka ndodhur. Pra jemi në këtë fazë tani. Kina do jetë sunduesi ekonomik, politik dhe ushtarak i botës në 10 vitet e ardhshme. Kjo parashikohet. Pra do zër vendin e Amerikës. Dhe çfarë ndodh tani? Në vend që këta njerëz që janë niprit dhe sërniprit e atyre që janë sakrifikuar për liritë dhe drejtat e njerëzit, si Abraham Lincoln që thamë, nuk ndjekin shembujt e etërve të tyre, po fillojnë si kalamaj të llastuar, siç e shohim në media dhe të vjen çudi ndonjëherë. Pra nuk po flasim vetëm për gënjeshtra, po flasim për deklarata na më të çuditshme, domethënë, na më të çuditshme, domethënë, tani çfarë mund të themi, domethënë, nuk po flas për marrjen e Grenlandës apo po themi atë bordin e paqes. Ti ke një organizatë SHOKB-ja, lidhja e kombeve, të gjithë kombet mblidhen për diskutuar që të bëjmë paqen. Dhe sot presidenti i Amerikës, sot mua nuk ka çmim fare në puna, nuk do t'ja di fare çfarë thon ata. E vendosun vetë, thot, ç'është e mirë, ç'është e keqe, ç'është paqja. Dhe kur pyesën gazetarët, po ku e bazon ti vendimarrjen tënde? Çfarë është e drejtë jo? E bazoj, tha, te morali im, tha. Por flet për moral, dhe ne s'po futemi një njerëz që vetë ka thënë që unë bëj evazion fiskal, fshija taksat që mos paguaj qeverisë. Sot është president atje. Nuk është çështje flasësh kundra tij, por ti je në atë pozicion dhe të heqësh gjithë historinë botërore, ku ka pasur përpjekje për të punuar për paqe. Dhe të bësh ti çfarë të duash, kjo nuk është jo vetëm e moralshme, domethënë është jashtë çdo lloj etike profesionale, po flasim. Po edhe njerëzore. Dhe hap vetë atë bordin e paqes dhe mirë kjo, po për çfarë bëri? Tha që kush do të vi ta ndarsohet këtu të më japi $1 miliard. Dhe mua më erdhi shumë keq që pash aty dhe Kosovën dhe Shqipërinë. Tani nuk po them mos shkoni, po $1 miliard për shtete të varfra si Shqipëria dhe Kosova, unë mendoj se janë shumë. Me $1 miliard, e kupton se janë $1 miliard dashur miq. Pra i paguajnë shqiptarët ato, nuk domethënë njerëzit i paguajnë. Vete për të vajtur atje, dhe ajo ishte thjesht një cirk atje. Asgjë s'u bë atje. Pati vetëm një merit kryeministri i Shqipërisë, për mendimin tim, që mbrojti çështjen e Kosovës atje. Dhe bravo i qoftë, le ta ketë bërë për çfarë do lloj arsye, ai atje për mendimin tim e ka bërë si burrat, sepse vajti dhe tha që çfarë i është bërë individëve si Hashim Thaçi e të tjerë që janë akuzuar dhe janë dënuar në burgun e asaj gjykatës europiane atje, është padrejtësi dhe është turp. Dhe dash Zoti, mbase në mos Trumpi në njëri në administratën amerikane e dëgjon atë gjë dhe merr masa sepse është realisht turp, domethënë ajo që ka ndodhur me ish qeveritarët shqiptar të Republikës Kosovës që dënohen, domethënë si të ishin ata, domethënë agresori atje në ato që i dim që ka ndodhur në masakrat serbe. Pra kishin të mirë, po prap $1 miliard përse? Dhe gjithë ato shtete atje, kush do t'i bëj llogarit? Gjithë ata antar që ishin, herën na $1 miliard për kokë, dhe aku si bën lekë Trumpi domethënë. Bordi i paqes kaq ishte, mbledh një dorë lekësh dhe mbaron, nuk ka për të bërë gjë ai bordi i paqes. Sepse nuk bën dot gjë një hegemon që është në gramat e fundit. Pse bën ti një paralele dhe i merr lek njerëzve? Pra, nuk po e them të prap se s'merrem tu fare me personat, merrem thjesht me fenomenin. Jemi në kora shumë të pazakonta. Jemi në kora banditësh, gangsterësh dhe piratësh.
nuk ka më seriozitet në politikë. Po kjo ka dhe anën e mirë se gjithçka po bëhet hapur. Po bëhet hapur fare, siç foli Trumpi për Iranin para ca ditësh ku tha që unë tha po merrem me Iranin sepse më tërheq mbi të gjitha nafta tha që kanë ata. Dhe kush ka kuptuar këtë tha është budalla tha, e kupton. Pra, ai po thotë që ata që han këtë propagandën që ne po shkojmë atje për drejtat e njerëzit, për demokraci, sepse jemi kundra tiranisë, jemi me drejtat e njerëzve, dhe këtej bombardojnë vrasin vajza në shkollë. Pra kush i ha këto tha, është thjesht budalla, ne atje po shkojmë thjesht ti marrim pasuritë e atij vendi. Është e thashkoqur fare. Por jetojmë prapë në një kohë kaq pa zakon sa dalin deklaratat atje dhe njerëzit i harrojnë prapë. I harrojnë ose s'duan të dëgjojnë ose thon ose edhe bien prapë pre e propagandës. Pra gjërat duhet i themi trosh siç janë. Dhe që të dalim prapë. Pra lakmia përpara rrënja të gjitha të këshillave dhe shkrimi vazhdojnë. Disa thot, duke lakmuar fort paran, ran nga besimi thot, dhe futën veten në mundime, në vuajtje, në dhimbje të shumta dhe të ndryshme. Pra që po ndodh sot në botë kjo është në lakmia përpara njerëzit, pra këto shtete që kanë dominuar deri më dje, po hapin probleme. Dhe jo vetëm po japin probleme të tjera, po përpusin dhe veten në ca qorë sokake që s'di si do dalin. Pra kjo është çështja. Dhe që dalim tani te Irani. Irani po sulmohet mbi të gjitha sepse është aleat i Kinës. Pra kur filluan këto reprezaljet, veçanërisht po para Ukrainës, lindja ose këto shtete që ishin prodhuese dhe superfuqi prodhuese, ku hyn Kina, ku hyn Rusia, Irani, India, qoftë edhe Brazili në krahun tjetër, Afrika e Jugut. Por në atë kohë pa Iranin, pra formuan këtë BRICS-in e famshëm. Formuan pikërisht këtë koalicion që të shkëputeshin nga ky rrjet i kontrollit botror, pra nga hegemonia. Sepse sipas tyre ka marrë fund pra kjo hegemoni dhe po krijohet një tjetër rend tani. Pra një strukturë e re politike, ekonomike dhe botrore në çdo aspekt. Dhe tani në 2019 dal prapë tek raporti NATO-s, duhet sulmohet Kina, po si sulmohet Kina? Në fillim nëpërmjet Rusisë, thoj, pra të hapim lufta të vogla lokale, dhe veç Ukrainës përmendet edhe Bielorusia, dhe ndodhi edhe Bielorusi një tentativë për të rrëzuar qeverinë atje dhe për të nisur një tjetër, përmes Gjeorgjisë, përmes Kazakistanit ndodhi në Kazakistan, për ata që mbajnë mend para disa vitesh, revolta të ndryshme. Pra duke hapur luftra të vogla lokale, zinxhir, siç ndodhen pra në verën arabe, duke shkuar deri në Iran, do dobësojmë Rusin, do dobësojmë Iranin dhe do kemi akses direkt për të imponuar Kinën dhe për ta vënë nën thundër, si thuash. Pra ky është plani dhe ky vazhdon të jetë plani, dashur miq. Dhe këtë që them unë e thon dokumentet e dikasterit shtetëror amerikan, që janë të publikuara dhe janë të hapura sot në web. E thon dhe vet ish general të NATO-s. Një ish general i NATO-s që ka qenë gjerman, ai thot vendosëm të armatosim Ukrainën dhe të godisim Rusin përmes Ukrainës. Pra është një luftë e financuar, pra financon NATO Ukrainën për të luftuar në interes NATO-s. Pra Ukrainës në rast janë si mercenar, siç kanë qenë talibanët për një kohë gjatë në Afganistan, mercenarët paguar në Amerika. Sepse tha ndjenim rrezik duke qenë se Rusia po krijonte lidhje të forta me Gjermaninë, sepse po i shiste gaz të lirë, pra energji të lirë Gjermanisë, Gjermania po forcohej dhe nuk donim që të furnizojë prapë. Dhe me këtë rast e pam që fiut pas konfliktit që doli pasaj, u godit pikërisht tubi i Nord Streamit, pra i kanali që furnizonte pikërisht Europën me gaz. Pam gjithashtu dhe lëvizje të tjera, siç ishte për shembull gjithë lëvizja e industrisë gjermane, kryesisht ajo e automobilave në Amerikë, që nuk ndodhet edhe sot. Pra e gjitha bëhet përpara. Sepse gjërat kanë dalë hapur. Pra kanë dalë hapur fare, nuk flitet më që ja duam të shojmë demokraci, duam të çlirojmë njerëzit atje, po thonë do shkojmë atje, ti marrim naftën, ti marrim gazin, të vëmë atje njeriun ton, një kukull që ta drejtojmë ne atë dhe ai të na japi pastaj çfarë na duhet. Pra të bëjmë atë që gjithmonë kanë bërë luftrat. Luftrat bëhen vetëm për të zhvatur plaçkat e luftës. Dhe zakonisht strategjia është kur përçahet, pra përçahen fqinjët ose shteti për brenda vetes dhe ke më kollaj kur ndodhin trazira për brenda një shteti. Pra strategjia përçahet sundo. Këto janë teknika shumë të lashta të luftës.
Të gjitha këto që po ndodhin, gjithmonë kanë ndodhur, janë po njësoj thjesht sot, duke pasur më shumë mjete teknologjike, sepse qeveritë kanë investuar dhe vijojnë të investojnë shumë në teknologji, në mënyrë që ushtria të jetë më efektive, të ketë mjete më të avancuara. Avancon dhe propaganda që është një profil gjithashtu i luftës, pra lufta informative, si quhet, shërbimet informative. Dhe po ta vini re tani, presidenti amerikan nuk ka patur dhe nuk ka më fuqi të ndalojë luftrat. Tentoi me Ukrainën, nëse mund quhen ato tentativa, madje patëm dhe ato ngjarjet e pakëndshme aty në shpina e bardhë me Zelenskin, që kaloi komplet në dialog, si thua, pa filtr, domethënë, pa nivel fare, jo vetëm profesional, po as intelektual, domethënë, dolën hapur që tani në do mbrojtje na jep mineralet që do të mbrojmë, domethënë, na jep pasurinë që keti në si shtet, ndryshoj kushtetutën, të marrim ne çfarë keti aty që do të mbrojmë. Sepse ti s'ke letra në dorë, thanë, ne kemi letrat e kështu me radhë. E gjitha bëhet për para. Pra këtë na mëson Bibla, kjo vazhdon të ndodhi, kjo ka ndodhur gjithmonë. Asgjë e re nuk është në ndjell, shkruan Salomoni në librin e predikuesit në Bibël, pra mbreti Solomon, gjithçka ka qenë, ajo që ka qenë është dhe do vazhdon të jetë. Njeriu mbetet po njësoj. Çështja është, njeriu mund të zgjedhë tani, ose të ecë me botën, pra me mamonin, me pushtetin, me paran, ose të ecë me Zotin. Dhe në duam të ecë me Zotin, ka vetëm një zgjidhje. Para njerë të jesh i vetëdijshëm për të që po ndodh, dhe dyta të marrësh vendimin që nuk dua të jetoj më duke qenë pjesë e këtij sistemi. Dua të jetoj pavarur, i lirë nga ky sistem. Jo më kot, do thoja unë, fjala e Zotit, dhe thënë vetë nga goja e Jezu Krishtit, na thotë ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Dhe vetëm me të vërtetën njeriu mund të ecë në liri. Çfarë do ndodhi në të ardhmen e kështu, nuk i di asnjëri, unë as nuk di gjë fare, unë di vetëm atë që thotë Shkrimi i Shenjtë. Pra kaq mund të them, ai sa flet Bibla mund të flas edhe unë. Por që një gjë është e sigurt që kohët janë të vështira. Po jetojmë në kohë shumë të vështira si asnjëherë më parë. Sepse ka dalë gjithçka sheshit, nuk ka më maska, nuk ka më role, nuk ka më diplomacira. Që fakt duhet të ishin diplomaci, duhet të ishin dialogjet. Por tani kanë dalë që gjithë hapur dhe secili synon ekzistencën e tij. Synon ekzistencën, është në lojë ekzistenca e superfuqive botërore. Por ama le të lexojmë nga Shkrimi i Shenjtë tek 2 Timoteut 3:1-5 na thuhet: "Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira." Ja ku na thot Bibla. Në ditët e fundit. Po kujdes, ditët e fundit do thot kohët e fundit. Dhe vazhdon shkrimi, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mos harrojmë rrënjat e gjitha këqijave. Mburravec, krenar, blasfemues. Blasfemues do thotë që del kundra Zotit. Të pabindur ndaj prindërve, mos minjos, të paudh, pa dashuri të natyrshme, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tradhtar, kokshkret, fodull, dëfrim dashës, më fort se perëndi dashës, pra e shohin qefin e tyre. Të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Edhe nga këta largohu. Pra ky është shkrimi i parë dhe këtu do ndalem prap tek administrata Trump. Fare për lidhje politike, më tepër për drejtim shpirtëror. Në fillim kur Trump i erdhi, filloi të promovonte shumë vlerat e krishterë. Madje edhe zëvendës presidenti J.D. Vance kritikoi ashpër europianët në një summit pak pasi ai u zgjodh, që ata kishin persekutuar të krishterët dhe kishin ikur nga vlerat e krishtere, që janë edhe ndërtimi i civilizimit europian. Të drejtat e njeriut, liritë e tjera, ai tha që Europa kthehet në një strukturë diktatoriale që po shtyp pikërisht të drejtat dhe liritë e njeriut, madje edhe të krishterët. Dhe mund të them që administrata amerikane nisi mirë dhe unë pata një shpresë. Por ç'është pasaj, çfarë më la një shije shumë të keqe dhe zhgënjyese, ishte kur pash udhërëfyesin shpirtëror ose këshilltarin ose mentorin shpirtëror të presidentit Trump. Dhe ishte një grua që quhet Paula White, për ata që e njohin. E vetë quajtur pastore, dhe pastor në fakt si rol në Bibël e kanë vetëm burrat, domethënë. Pastore grua unë nuk e shoh në Bibël dhe nuk ka qenë as histori dhe traditë e kishës. Po përveç kësaj, ajo së dyti është një grua që ka 3 burra, pra është nda nga burri i parë, është ndarë nga burri i dytë, duke qenë pastore dhe edhe ndahet. Dhe tani është me burrin e tretë, pra kuptoni çfarë pastore, por mbi të gjitha ajo është një heretike. Pra heretike mësuese rreme pra. Dhe kur pash me kë këshillohet ky president, me njëri që vetëm i bën qefin dhe i lajkaton veshët, aty thash që nga shumë keq puna. Tani nuk e di sa të përfshirë janë pjesa tjetër e administratës,
por me sa kam kuptuar, presidenti aty as nuk e dëgjon administratën. Pra i vendos gjithmonë vetë si çfarë vetë ç'a i duket atje moralshme. Por kjo është kur pash me ka i këshillohet, aty doa që është shumë keq situata. Dhe ma kujtoi të gjë shkrimi kur thot, largon nga këta njerëzit që duken si të perëndishëm në dukje thot, por janë mohues së fuqisë perëndis thot. Largon nga këta thot, sepse jam dëfrim dashës më fort se perëndit dashës. Dhe aku kemi një të veç quajtur pastoresh që ndahet nga 3 burra, më falni, 2 burra vesh me burrin tret, dhe kjo i fryn në vesh këtij presidenti dhe e çon në delir absolut. I thotë që ti ke mision a Zoti. Presidenti Trump ka këshillues të gabuar, sidomos në çështjet shpirtërore, në çështjet biblike. Po këshillohet me njerëzit e gabuar. Ata janë perëndishëm në dukje, po janë mohues fuqisë perëndis dhe duan më shumë gjërat e botës, dëfrimin se sa perëndin. Dhe një fragment tjetër që do doja të ndaja është çfarë thot vetë Jezu Krishti kur e pyesin dishepujt si do jenë kohët e ditëve të fundit. Dhe le të lexojmë nga Mateu 24:3-14, është një lexim pak i gjatë, po këtu pak do ndalemi. Pastaj ai, pra Jezusi, ul të rinte në malin e ullinjve, dishepujt e vet ju afruan më njanë dhe i thanë: "Na thuaj kur do të ndodhin këto gjëra dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate, pra ardhja e dytë e Krishtit dhe e mbarimit të botës." Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, i tha atyre: "Ruhuni se mos ju mashtron dokush, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Atëherë do të dëgjoni të flitet për luftra dhe ushtima luftrash. Ruhuni të mos shqetësoni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende mbarimi nuk do të ketë ardhur. Do të ngrihet pra një popull kundër një populli dhe një mbretëri kundër një mbretërie." A miq, ju duken të njohura këto gjëra? Do të ketë zi buke, kujdes. Kemi një krizë energjetike që është duke ardhur, sepse po ndalohet ajo gushtica e Ormuzit. Pra do kemi zi buke, murtaj dhe tërmete në vende të ndryshme. Por të gjitha këto gjëra do të jenë vetëm fillimi i dhëmbjeve të lindjes. Atëherë shumë do të skandalizohen, do të tradhtojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Dhe do të dalin shumë profetë rrem dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Dhe duke qenë se paudhësia do të shumohet, shumë kujt do t'i ftohet dashuria. Por ai që do të ngulmojë deri në fund do të shpëtohet. Dhe ky ungjilli i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi. Lavdi Zotit. Pra këto na thot fjala e Zotit. Në fund fare, njeriu do i mbeten këto dy rrugë. Ose do të ndjekin njerëzit, që për Biblën është mallkim, kur i vësh presat e tua te njerëzit e tjerë, Bibla thot që janë në mallkim, ose do i vësh presat e Zotit. Ta kërkosh Zotin, të mendosh për të jetë, për kuptimin, për çfarë na pret pas asaj jete. Bibla thot na pret një gjyq të gjithëve. Dhe ata që nuk kanë jetuar me Zotin do ikin në përjetësi pa Zotin, në atë që quhet ferri. Kurse ata që kanë jetuar për të njohur dhe për të bërë vullnetin e Zotit, që Zoti na jep në fjalën e Tij dhe në frymën e Shenjtë për ata që e kërkojnë, ata do jenë pranë Zotit në përjetësi. Këto të dashur miq, ai që do ngulmojë deri në fund, do të shpëtohet thot shkrimi dhe lavdi Perëndis. Dhe unë po mbyll me moton e këtij kanali duke shpresuar që këto materiale t'ju keni inkurajuar që të kërkoni Zotin dhe të shkëputeni nga sistemi i errët i kësaj bote, që çon njeriu në shkatrim. Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Zoti t'ju bekojë dhe t'ju ruaj.